Sot do t'ju tregoj se si të përdorni një laps kaf, por pa i bërë konturet shumë të forta, ku çdo gjë të jetë shumë mirë sfumuar, kështu si lipstiku që un kam sot. Dhe shkon me çdo lloj veshje. Mund të merrni një laps kaf çfarëdo, ky është më i liri i mundshëm. E kam marrë tek Temu, madje kanë qenë 6 lapsa vetëm për 200 lekë. Është kremoz edhe mban super. Dhe ja tek dora. I kam fshirë për herën e dytë, se mendova që kisha hap kamerën, mendova që i kisha ndez kamerën, nuk e di, mendja ime ku ka qenë, por gjatë gjithë kohës e kam pas kamerën fikur, dhe një herë nga fillimi. Lapsin tani e sfumojmë me një furçë. Ka biskuto plot. Po nuk jam për të prishur, se ke prishur plot. Marrim një concealer, çfarëdo. E sfumojmë kështu. Tani me një gloss transparent. Dhe ja ku është rezultati. Nëse nuk vendosni concealer, del paksa ngjyra më e dukshme, ngjyra e buzës. Por më pëlqen më shumë kur kam concealerin, sepse del kaq natyrale. Dhe besoj se vajzat që do veshin fustan të kuq do ta preferojnë, sepse mjafton të keshtojnë fustanin, edhe buzët natyrale duken super. Shihemi në video të tjera.